Kisha katolike Engjulli Rojës në Ferizaj ka gjas të rënohet. Famëlltari kësaj kishe thot se ky objekt i ndërtuar në vitin 1927 duhet të rënohet pasi që nuk ia vlen të rinovohet më. Unë jam për një kishë të re, se Ferizaj meriton një kishë të re. Kisha është jashtëzakonisht në një gjendje jo të mirë. Ajo shifet se është amortizuar, ku shumë më tepër duhet investohet në renovimin e saj, e cila përsëri nuk do t'i plotëson të kushtet e një objektit çfarë Ferizaj meriton. Në asnjë mënyrë, unë si famullitar nuk dëshiroj të lëndoj besimtarët, por bashkë me ta, bashkë me njerëzit kompetent, bashkë me strukturat e komunës, të e respektue hierarhien e kishës, të bim një vendim i cili është më i mirë i mundshëm në këto rrethana, në këtë situatë, para një objektit i cili është ka shkatërrohet. E besimtarët e fesë katolike dhe analistët e Ferizajt thonë se ky objekt nuk duhet të rënohet. As nuk du me mendu ata se do të vjen një vendim për me rënu kishën. Na gjithë jemi tash që t'ju tregojmë se nuk ban me rënu kishën. Edhe e tentativë është shumë e gabume. Normalisht njeri mund me gabu për një të mirë, me mendu se mundet me bo diçka më të mirë, por kjo më rënu një objekt vjetër, të më thonë që është Ferizaj, një vitit, një kult, është objekt kulti, është kish, vitit 1927 është, aja as nuk mendohet, të më thonë është. Unë menoj se kisha katolike me komunën e Ferizaj gjithmoni ka pas raportet e mira, nëse neve na duhet një kish tjetër, komuna Ferizajt jam shumë i sigur se do të reflektoj, do të jep një parcel. Kudo në qytet që të ndërtohet një qendër tjetër. Jam absolutisht kundër rënimeve, edhe si logjik, edhe si pasoj, për arsye se qyteti ynë ka vite që po kalon nëpër një proces të rënimeve. Neve na janë rënu shumë objekte të cilat kanë pas vlerë, qoftë kulturore, arsimore, si shkolla Kofiçanga, edhe objekte të tjera, me peshë dhe vlerë të trashëgimisë. Në këtë kontekst e shoh edhe tendencat e rënimit të kishës katolike në Ferizaj, është që për këtë mendoj se është vazhdimi logjik i rënimeve, të cilës unë mendoj se jo vetëm zëri qytetar, por edhe zëri institucioneve duhet t'i dalë përballë dhe duhet ta kundërshtojë. Prandaj unë mendoj që është obligim edhe i komunës të shikon një parcel terreni nëse ka nevojë për një kishë katolike, sesa të rënohet kjo vjetra e cila megjithatë ta përmbyllë fjalën time, është objekt i cili prek 100 vjeçarin dhe qyteti ynë nuk ka më shumë. Sa i përket çështjes së rënimit apo renovimit të kishës katolike Engjulli Rojës, vendime nuk janë marrë ende, mirë po vlerësimet mendoj se do t'i bëjnë ekspertët e fushave përkatëse, mirë po mendoj se kontributin tonë do t'a japim edhe ne si nivel lokal, po ashtu edhe strukturat e tjera kompetente që mirën me këtë çështje, sigurisht duke u bazuar në arsyeshmëri të plotë. Edhe pse ende nuk është marrë ndonjë vendim për rënimin e kishës katolike Engjulli Rojës, famultari i saj tashmë ka bërë planin se si do të duket kisha e re dhe për rënimin e saj, sopi pohon se ka mbështetje në peshkvisë së Kosovës dhe besimtarëve, ndërsa sa i përket grumbullimit të fondeve, ai tha se kë do ta bëjë së bashku me qytetarët.